Edhe një rast tjetër dhune ndaj një të miture po qarkullon në rrjetet sociale, kësaj here nga Mitrovica. Dhe ajo që shqetëson më shumë është fakti se dhuna është filmuar. Ngjarja dyshohet se ka ndodhur të premte në mbrëmje, pranë parkut të qytetit dhe urës kryesore mbi lumin Liber. Sipas informacioneve të para, një vajzë 12 vjeçare dyshohet se është sulmuar fizikisht nga një vajzë tjetër rreth 18 vjeçe. Por nuk ka mbetur vetëm te sulmi. Ngjarja është filmuar dhe pamjet më pas dyshohet se i janë dërguar një vajzë tjetër në formë kërcënimi. Rrethanat e plota ende nuk dihen, ndërsa rasti ka nxitur reagime edhe nga politika. Deputetja Duda Balje e ka dënuar ashpër këtë rast, duke thënë se dhuna mes fëmijëve nuk mund të trajtohet si një zënke zakonshme apo si shaka. Dhe këtu është një tjetër problem. Kur një dhunë e tillë filmohet, shpërndahet apo përdoret për të tallur dhe kërcënuar viktimën, situata bëhet edhe më shqetësuese. Balje ka kërkuar që rastet të tilla të trajtohen seriozisht dhe ka thënë se përgjegjësi duhet të mbajnë edhe ata që e nxisin apo e incizojnë dhunën dhe jo vetëm personi që e kryen sulmin. Në fund, mesazhi është i qartë. Kur një fëmijë dhunohet, nuk është thjesht një problem mes dy fëmijëve, është një alarm për familjen, shkollën, shoqërinë dhe institucionet. Ndërkohë për këtë rast pritet të ketë edhe më shumë detaje nga institucionet.